Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse këtë bim do ta përdornit për 30 ditë, ju nuk keni për t'i njohur më problemet e kockave. Të plakesh është e pashmangshme, megjithatë, varet edhe nga çdo person nëse procesi është i përshpejtuar ose i vonuar. Vitamina C është një nga vitaminat më të mira kur bëhet fjala edhe për plakjen e trupit, ndaj dhe ekspertët këshillojnë marrjen e saj përmes dietave ushqyese, të cilët do t'japin rezultate vërtet të mira për organizmin tuaj. Kjo lëndë ushqyese mund të merret me ushqimet, ndërsa mund të bjerë në sy edhe përdorimi i trëndafilit të egër, i cili përmban nivele shumë të larta të kësaj vitamine, shumë e rëndësishme kjo edhe në aspektin tuaj ushqyes. Kokrat e trëndafilit të egër janë të afta të reduktojnë një sër problemesh të organizmit, si varicet, inflamacionet të muskujve, tendinave, nyjeve e të tjera. Për sa i përket estetikës, trëndafili i egër është veçanërisht i mirë në trajtimin e rrudhave të lëkurës dhe lufton gjithashtu efektet kundër plakjes. Medical Plus rekomandon konsumin e tij gjatë gjithë vitit pasi përmban gjithashtu shumë vitaminë C. Si për shembull, ai përmban më shumë se limoni, portokalli ose agrumet e tjera të vlerësuara të mjekësisë. Përdorimi i kokrave të trëndafilit të egër, qoftë direkt si krem ose edhe në formën e reçelit, lëngut ose nëpërmjet ilaçeve, ndihmon në trajtimin e inflamacioneve të traktit tuaj respirator. Gjendje që zakonisht manifestohen gjithashtu edhe me ftohje, edhe për shkak të temperaturave të ulta ose edhe për ndryshimet e forta që mund të keni. Trëndafili i egër është një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj, dhe përdorimi i tij ashtu si duhet mund të sjellë performancë më të mirë për trupin tuaj. Përveç kësaj, konsumi i tij mund të lehtësojë gjithashtu edhe probleme të ndryshme siç janë ato të kapslëkut. Përdorimi moderuar dhe me mbikëqyrjen e një eksperti do të sjellë trupit tuaj të gjithë elementet ushqyes të cilat i ka të nevojshme edhe në mbrojtjen e organizmit në parandalimin e komplikacioneve të tij. Trëndafili i egër është një bimë e mirë që rritet në shkure dhe mund të sjellë rezultate të mira për organizmin. Kështu, substancat ushqyese të tij kanë ndikime pozitive në mbrojtjen e trupit në parandalimin e këtyre komplikacioneve. Në mjekësinë popullore, pjesa që ndihmon në lehtësimin e sëmundjeve janë frutat, që përfitohen nga tharja e luleve. Frutat e trëndafilit të egër ndihmojnë mjaft mirë edhe në lehtësimin e disa prej problematikave nga më të ndryshmet, të cilat ndikojnë drejt për së drejti në organizmin tuaj. Një ndihmë të madhe u ka dhënë edhe të sëmurëve me anemi, për rritjen e numrit të rruazave të kuqe të gjakut, dhe mjekët këshillojnë përdorimin e të paktën 2 gota lëng në ditë për të marrë përfitimet më të mira ushqyese. Për përgatitjen e çajit ju nevojiten rreth 8 kokra të coptëzuara mirë dhe të futen edhe në ujë të lihen të ziejnë për 10 minuta. Më pas ëmbëlsohet dhe pihet çdo ditë para buke. Rezultate të mira kjo bimë jep edhe në parandalimin e sëmundjeve të mushkërive të shkaktuar nga ftohja ose pirja e tepërt e duhanit. Shpesh dëmtimet në mushkëri shoqërohen gjithashtu edhe me njolla të kohës. Mënyra më e mirë për largimin e këtij është çaji i trëndafilit. Çaji duhet të pihet disa herë në ditë derisa të keni një lehtësim më të mirë për kollën. Ashtu si dhe shumë bimë të tjera, trëndafili i egër është një qetësues i shkëlqyer i dhimbjeve të stomakut dhe fryrjeve të barkut gjatë ftohjes. Ekspertët këshillojnë 2 gota çaj në ditë para buke, që do të lehtësoni më shpejt problematikën tuaj. Edhe për qetësimin e dhimbjeve të kokës me prejardhje nervore, ky çaj mund të japë efekte të menjëhershme. Te njerëzit që vuajnë nga depresioni, këshillohet të pihet çaj i përfituar nga trëndafili. Pirja e çajit çdo ditë të vluar mund të ofrojë gjithashtu një ndihmë shumë më të mirë kundër këtyre problemeve kronike. Rezultate të shkëlqyera jep edhe në shqetësimin e tëmtit dhe rritësasinë e lëngut në të. Përdorimi i çajit të trëndafilit të egër mund t'japë rezultate të kënaqshme për organizmin tuaj.
Trëndafili egër ose Rosa canina është një bimë medicinale nga më të çmuarat për vlerat e forta shëndetësore që ai ofron. Shqipëria është një nga vendet e bekuara me këtë super bimë. Kjo recetë trajton shumë probleme, veçanërisht edhe reumatizmën, diabetin, problemet e zemrës, por mund të përdoret edhe për të gjithë pasi është krejtësisht e shëndetshme dhe pa efekte anësore. Rekomandohet që kjo recetë të përdoret çdo ditë për 30 ditë dhe të ndalet 2 herë në javë dhe më pas të rifillohet për 30 ditë të tjera. Përgatitja e recetës me trëndafil të egër është vërtet e lehtë. Për përgatitjen e kësaj recete duhet të shtypni 8 kokra trëndafil të egër të freskët ose të thatë dhe t'i zjeni ato në një filxhan me çaj uji. Masa zihet për 15 minuta, më pas e lini të ftohet dhe preferohet të ambëlsoni me pak mjaltë. Këtë recetë mund ta përdorni për 2 deri në 3 herë në ditë gjatë javës. Ajo është një zgjidhje shumë e mirë edhe në stabilizimin e niveleve të sheqerit. Ekspertët e bimëve mjekësore përdorin shpesh trëndafilin e egër në trajtimin e problemeve siç është edhe sheqeri i lartë. Sipas studimeve, etanoli të trëndafili i egër shërben si antioksidant, hiperglicemik dhe antidiabetik. Rezultatet e eksperimenteve i bën ekspertët më optimist për përbërësit e trëndafilit të egër edhe në vlerat e tyre kundër lëhatjeve të sheqerit në gjak. Ai ndihmon gjithashtu edhe në punën e shëndetit të zemrës. Trëndafili i egër përmirëson shëndetin e zemrës të personat obez. Sipas të dhënave të cilave u referohemi sipas Brightside, trëndafili i egër ul tensionin e gjakut dhe mund të ofrojë shumë përfitime për shëndetin kardiovaskular. Shumë studime janë bërë te njerëzit mbi peshë që kishin nivele të larta të kolesterolit në gjak dhe rezultuan gjithashtu se patën përmirësone vërtet të mira në shëndetin kardiovaskular. Ato lehtësojnë edhe shqetësimet e ftohjes. Trëndafili i egër përmban nivele të larta të vitaminës C. Si rrjedhoj mund të përdoret kundër të ftohtit dhe për më tepër trëndafili i egër i vjen në ndihmë edhe shëndetit të kockave. Ai lehtëson problemet e shëndetit të lëkurës. Trëndafili i egër është mjaft i mirë në disa probleme të shëndetit të lëkurës. Vajrat e trëndafilit të egër janë terapeutik, shuajnë njollat e lëkurës, e hidratojnë atë dhe e mbajnë më të shëndetshme. Ai lehtëson edhe çrregullimet në stomak. Trëndafili i egër mund të përdoret për të trajtuar simptomat e problemeve të stomakut, spazmave, irritimeve dhe ulçrave. Kryesisht është të përdorur si një tonik për stomakun dhe për tretjen. Ai ka efekte qetësuese në trajtimin e problemeve si diarrea, zorrët, fshikza e urinës dhe infeksionet të tjera të traktit urinar. Ndaj, edhe përdorimi i tij mund të jetë vërtet i veçantë në dobi të organizmit në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Ekspertët këshillojnë gjithashtu edhe kundër çrregullimeve të tretjes. Ai forcon sistemin imunitar dhe mund të jetë gjithashtu një përbërës shumë i veçantë në këtë aspekt, duke ditur edhe rëndësinë që ai do të ofrojë. Trëndafili i egër është një nga elementët më të çmuar që mund të përdoret edhe në mekanizmat mbrojtës të trupit tuaj. Duke ditur rëndësinë ushqyese të tij, do ta keni më të lehtë që të merrni përfitime dhe të parandaloni gjithashtu shqetësimet. Ai do të rrisë edhe rrjedhjen më të mirë të qarkullimit të gjakut nëpër trup dhe do të parandalojë gjithashtu komplikacionet e tij. Kokrat e trëndafilit të egër janë një produkt shumë i fuqishëm për organizmin tuaj. Gjithashtu, këto kokra kanë përmasat e qershive dhe janë një thesar i vërtet edhe për mbrojtjen e shëndetit tuaj kundër një sër komplikacionesh. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht përdorimin e trëndafilit të egër në dieta të ndryshme. Duke ditur rëndësinë ushqyese të tij, do ta keni më të lehtë të merrni edhe përfitimet që ka në dobi të organizmit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.